Good afternoon, everybody. Mirë ditë të gjithëve, mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Tentative hearing dates have been scheduled for 17th, 18th and 19th August 2026. Në çështjen e Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilejt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuqit, datat paraprake të seancave janë caktuar me 17, 18 dhe 19 gusht 2026, bazuar në një kërkesë paraprake të një pale për dëgjimin e një dëshmitari. Më 8 korrik, gjykatësi vetëm lëshoi një urdhër të ri lidhur me zhvillimin e mëtejshëm të procesit, duke u kërkuar palëve të njoftojnë gjykatën jo më vonë se me 15 korrik nëse synojnë të paraqesin prova të reja të tjera si përgjigje ndaj dëshmisë së një dëshmitari të pranuar para pak kohe. Në lidhje me shqiptimin e aktgjykimit në çështjen Thaqi dhe të tjerë lidhur me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, i caktuar më datë 16 shtator, dëshiroj të kujtoj medjave dhe publikut se afati i aplikimeve për pjesëmarrje në seancën e shqiptimit të aktgjykimit nga galeria publike në Hag është nesër më 24 korrik. Për shkak të interesimit të lartë për pjesëmarrje, nuk do të pranohen kërkesa për regjistrim pas skadimit të këtij afati. Dëshiroj të theksoj gjithashtu se vetëm personat që kanë marrë konfirmimin me postë elektronike do të lejohen të marrin pjesë në seancë nga galeria publike. Kërkoj mirëkuptimin e të gjithë atyre të cilëve nuk mund të konfirmojmë regjistrimin, pasi numri vendeve në galerinë publike është i kufizuar dhe numri i kërkesave ka qenë shumë i lartë. Kujtojmë se seanca mund të përcjellet gjithashtu përmes faqes së internetit të dhomave të specializuara në 3 gjuhët e gjykatës, shqipe, serbishte dhe anglishte. Dhomat e specializuara të Kosovës vijojnë publikimin e një seri e videosh që trajtojnë pyetje të shpeshta lidhur me gjykatën dhe punën e saj. Këto video mund të shikohen në shqip, serbisht ose anglisht në faqen e internetit, si edhe në kanalet YouTube, X dhe Instagram të dhomave të specializuara. Periudha e pushimit të gjykatës këtë verë fillon të hënën me 27 korrik. Gjatë kësaj periudhe nuk do të ketë seanca apo përditësim për shtypin, por aktivitetet e tjera të gjykatës do të vijojnë pa ndërprerje. Rrjedhimisht, përditësimi për shtypje radhës është caktuar të martën me 20 gusht në orën 14:30. Kaq kisha unë, nëse ka ndonjë pyetje më pres ato.